Territori shqiptar për datën 8 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave, si dhe rreshje shiu në disa zona lindore. Paraditja do të jetë me vranësira të pjesshme në shumicën e territorit, ndërsa në zonat lindore dhe juglindore priten rreshje shiu. Pasditja vijon me kthjellime dhe intervale me diell në disa zona. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 6 deri në 8 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:06 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:20 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër, 11 deri në 19 gradë Celsius; Kukës, 6 deri në 13 gradë Celsius; Peshkopi, 6 deri në 15 gradë Celsius; Tiranë, 13 deri në 20 gradë Celsius; Durrës, 12 deri në 20 gradë Celsius; Kavaj, 11 deri në 18 gradë Celsius; Elbasan, 12 deri në 20 gradë Celsius; Berat, 11 deri në 20 gradë Celsius; Korç, 4 deri në 13 gradë Celsius; Vlorë, 13 deri në 19 gradë Celsius; Gjirokastër, 11 deri në 19 gradë Celsius; Sarandë, 13 deri në 19 gradë Celsius;